Jemi mbledhur këtu për të ndarë ndjenjen dhe bashkë ndjenjen tonë të dhimbjes së humbjes së miku tonë të Kosovës, të shtetit tonë, por njëkohësisht për të nderuar dhe për të përullur për jetën dhe veprën e miku të madh Kosovës, kongresmenit amerikan Eliot Engel. Zëri të fuqishëm të lirisë në momentet më të vështira të historisë së vendit tonë. Kur gjenocidi serb po sundonte vendin tonë, një dritë një zyreje rrinte gjithmonë ndezur në Washington, në Kongresin Amerikan. Ishte drita e kongresmenit Eliot Engel. Ai nuk kishte asnjë lidhje gjaku me Kosovën, ai s'kishte lindur as në Prishtinë, as në Peje, në Gjakov, por zemra e tij rrihte në sinkron me dhimbjet e nënave tona, me nxënësit që mësonin shqip në shtëpi private, me ideatorët e vetë shtetit të pavarur të Kosovës dhe me ushtarët tanë çlirimtar. Në vitet më vendimtare për fatin e popullit tonë, kongresmeni Engel ishte një mbështetës i palëkundur, një zë i qartë i vendosur në mbrojtje të së drejtës së Kosovës për liri, pavarësi dhe demokraci. Në kohë kur e vërteta për vendin tonë kishte nevojë të dëgjohej, Eliot Engel ishte ndër ata që e ngritën atë me guxim në zemër të politikës amerikane, duke i dhënë zë një populli që kërkonte të drejtën për të jetuar i lirë. Të nderuar koleg, ai fliste për një popull të vogël në Ballkan që po shtypej. Ai kërkonte ndërhyrje ushtarake, ai kërkonte drejtësi për familje të tëra që po përjetonin masakra në vend. Por trokiste në çdo derë duke thënë se Kosova duhet të jetë e lirë. Për kongresmenin Engel, liria e Kosovës nuk ishte një çështje gjeopolitike, ishte një çështje morale, ishte lufta e tij personale mes të mirës dhe të keqes. Në atë kohë kishte një marrëdhënie të veçantë me presidentin historik Ibrahim Rugova. Ishte më shumë se një raport politik, ishte një lidhje besimi me të dhe respekti për vizionin e përbashkët që kishim për Kosovën e lirë, të pavarur dhe demokratike. Mbështetja e tij për këtë vizion ishte e vazhdueshme dhe e sinqertë, duke bërë atë jo vetëm aleat, por mik të vërtetë të popullit tonë. Pra, në atë miqësi mishëroi një aleancë sinqertë mes popujve tonë, një lidhje që nuk kundërtua vetëm mbi interesa, por mbi vlera shtetformuese. Dekorimi i tij me medaljen e artë të lirisë në vitin 2004 nga presidenti Rugova ishte një shenjë mirënjohje institucionale që në të vërtetë kontributi i tij te kalon çdo dekorat. Ai është i gdhendur në historinë e vendit tonë, në rrugën tonë drejt lirisë dhe në themelet e shtetit që gëzojmë sot. Sot në zyrat tona, fotografitë e tij që ndrojnë aty si shenjë miqësie, por edhe si zotim që misioni ynë i përbashkët të qohet për tej. Ai shpesh thoshte se Kosova është në zemrën time, e sot i themi atij, Eliot, ti je në zemrën e secilit prej nesh, në lirinë tonë, në çdo germ të Republikës sonë. Në emër të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe qytetarëve që ne i përfaqësojmë, i shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen Engel, për popullin amerikan dhe për të gjithë ata që e njohën dhe e vlerësuan këtë burr të madh. Të dashur qytetar, rruga e kongresmenit Engel do të përfundojë këtu në tokë, por emri i tij do të jetojë sa të është jeta gjallë për vendin tonë dhe për të gjithë ne. Lamtomir miku ynë i madh, lavdi jetës dhe veprës së kongresmenit Eliot Engel.